Po edhe Çairi, unë mendoj që është në udhkryq, po një udhkryq pak edhe më të vështirë. A do kolabon krejtësisht, apo do vazhdon me mundësi për një jetë njerëzve? Çfarë do të bëni nëse humni? Do të tërhiqeni nga politika, nga skena politike, do mbesni vetëm mjet? Unë mendoj që nuk do ndodhë ajo, e para. E dyta, populli e din çfarë bën. 8 herë është prerë Shiriti për një kanalizim dhe nuk është bërë në këto 20 vite, njerëzit kanë të drejtë të zhgënjejnë. Unë kam hyrë ta thej mentalitetin nuk mund, tërtes të re, pa leje, në Çair, u them me çmimin e jetës dhe zgjedhjeve. Nuk mund të ketë. Edhe nëse duhet kërkoj falje, po duhet kërkoj falje që i kam besuar Izet Megjitit edhe Visar Ganiut që tradhtoi secilin prej ne. Po ta dija se Nikola Gruevski do më singuronte deputet për ndryshimet kushtetuese, unë do shkoja me kamera atje. Nuk je takuar. Nuk jam takuar.